shpëtimi ishte 19 vjeçar. Po. I mbushi natën e vitit 3. Natën e vitit 3. I gëzoj ndoshta 3 muaj gjysmë të plot të jetës. Çfarë i the ti kur shpëtimi veç atë qiri e mori këtë rrugë? S'na ka tregu heq. Na semi kon ndjeni heq. Megjithse ky i ri situata që shesh, kur delte në promje, baba vet i thoi ke mos mu vono shumë. Në ora 11 më konë shpe, ka njerë pak u vonoke. Po mbas i ka ra, na kanë kallëzu që i ka shku në Glogjan, në përvende qera u shku u shtrunon, na s'kemi ditë kur gjo. Edhe kur dëgjuat? Kur dëgjum, mbas nuk po di sa valla, na thanë që jo bashku ushtris, as na sot taku, as kur qo heq. Do thotë nuk e ke pa më prej momentit? Ja, prej një moment, atë ditë kemi hongër me ngjez, kisha bo buk shpis, më tha, mamit lumshin durët shumë e mirë tu pas ka bo. E mra ma herë që ka hongër buk, edhe që kom fol me ta. Edhe prej dritare se kom këqyrë qyshe kisha kuzhinën, veç shpindja një kom pa dhe mo kur. Neve na dëbun për malëzi, na ishim atje, agja i ti i madhi ka qenë Shqipni. Edhe kur i ka të regu buri jam që shpëtimin e ka shku ushtar, a i ka tentu më shku në përvende, ku ka shku a i veç ka qenë në front, për mu taku me to, kur si kanë rastis mu taku. Deri sa e ka marrë haberin, basandej a i na ka të regu prej Shqipnis neve. Qyshe kujton shpëtimin i vogël, në fakt, para se me rrit edhe me u bo ushtar, edhe pa djenin tonë, ndoshta. Shpëtimi o koni djallë shumë, për ato vjetë që i ka pas shumë o koni pjekun. Jo që jam nana e tina, po shumë kush na ka thonë këto fjallë. O kon punëtor, ka punu ndukoj me babën e vetë. O kon shkollë, demonstratat kur ishin në përpej, ka shti njerëz ndugoj, ka mshel, ka marrë pjesë në demonstrata, edhe atëherë o konë, kur ka në shpi jaknën e qkyme, pantollat e qkyme, kishin pare policia. Shumë o konë adhëtar. Në përshpe, kur u ndike himni flamurit, a i gjithmonë në komë, si i vogël e ka ndiku. Gjithë e këta duhet me ndiku nënë. Televizioni Shqipnis, kur i qitë ke lajme të ushtria, të bo ushtrime në Shqipni, po prindve pi mshel ke zoti sytë. Ja bëj ke babës vetë, këto qerat kret leta, vetë që kjo me kre, pak po vrohe. Edhe neve hisna punoj ke kryt që kjo të i ditë këto ushtrime. Të qenurit nën sot e një dëshmori, sa do dhimbje, ndoshta për popullin mundet me qenë krenari, jo vetëm për shpëtimin, po për shumë të tjerë, në fakt për 114 që janë këtu, po ti personalisht zemra jote çfarë thot? Zemra jam me ka njëherë thot, qysh, me pa ditë se kisha alonë, që po bohet sot. Prona shumë herë ndi vetën krenore, po shkojnë shumë trime ndeshje, me përleshje ndërmje veti, me therje, kuj barem balqel. Vetë që zarë, shumë zarë. Këto data, këto... Nuk du në këtë ditë fare me të fut në ujrat e politikës, po 27 vite pas, së unë e thash dhe më herët i thash bijes tënde, dhimbjen më të madhe keni ju familja. Këtë tjere të vinë për një orë dhe eci. Që shë vlerëson zonja Lutëfie ti këtë gjë? Institucionet për juve si familje dëshmorëve. Qa me thonë unë, kur 3 tënë fëmit e nuset i kom me fakulteta me mastera, asë një nuk e kom të punësum. Qka me thonë që tërgjo? Me shpina as 6 vite që kemi hinë shpitre, na e kanë kollë, me ka krejt, kur jemi këty s'kemi pas ku me ardhë. As kemi pas ndihma as kur qo. Qa me bo? Ata e din që po bojnë, veç gabime kanë po mdoket, shumë gabim.
që s'po merren vesh ndërmjet veti, me kalu pak edhe ata, mi mshelë sytë. Sigurisht. Edhe njerë si nona dëshmorit një mesazh për gjithë nona tjera që sot dëbit e dëbijat e tyre i kanë në këtu. Qa me thonë, zore kanë tonë, nona, baba, vllazën, motra, tonë e kanë vështirë. Po duhet me bo. Ju i keni dha djemtë e ju për këtë tokë. Për këtë tokë. Qa me bo, nonë? Faleminderit non, po të thamë edhe unë non. Faleminderit, se tonë më thirin edhe nipa, tonë nonë më Edhe unë thirin. po të thamë non. Faleminderit shumë që e ndove madje shumë e fort. Ju nonat jeni nuk e di çka jeni. Ma të fort se shkambi. Ma të fort se shkambi e guri. Faleminderit shumë e lavdit gjithmonë për djalin. Faleminderit për juve.